Një 25 vjeçar I shpallur në kërkim nga Interpol Tirana I akuzuar për tentativë për vrasje në vitin 2023 në Kukës është ekstraduar në Shqipëri nga Spanja. Sorel Cenaj dyshohet se një lokal në lagjën numër 5 në Kukës kanë tentuar të vrasë duke goditur me mjet prerës shtetasin me iniciale AE. Policia njofton se ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, pasi gjykata shkallës së parë Kukës I ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, vrasje kryer me kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme, mbetur në tentativë prodhim, mbajtje, blerje apo shitje e armëve të ftohta. Ekstradimi I 25 vjeçarit erdhi si rezultat I bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol Madridin për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve në kërkim ndërkombëtar në vijim të operacionit policor ndërkombëtar të koduar Wanted.